Me që flasim për luftë, kam një tjetër artikull nga Republika, media italiane që thot aeroplanmbajtësia e Londrës gati për luftë. Ky ndoshta nuk e di është edhe pamja e foto. Po nuk këtu pastaj është dhe lajmi padyshimi i marrëveshjes. Ajo aeroplanmbajtëse, atëherë ju futemi pak teknikisht. Ajo aeroplanmbajtëse ka 40 avion F-35B. 40 avion F-35B në një përplasje me një fuqi shumë të madhe si Rusia, nuk janë asgjë, mbajnë vetëm një drejtim operativ, le themi drejtimin e Norvegjisë. Pra veriun e Norvegjisë për në Murmansk, në portin më të madh rus të oqeanit ngrirë të veriut. Pra, këto janë lajme që për një specialist kur i analizon, bëjmë përshtypje për publikun. Jo, prandaj ju paraqes ju se ju e keni ekspertizën. 40 avion, Çfarë do bëjnë 40 avion? Janë një regjiment. Rusët një regjiment, një kraj eror. Po të flasim me terminologjinë e NATO-s, janë një kraj eror, një regjiment. 36 deri në 50 avion, që për forcat aerore ruse nuk janë asgjë. Nuk janë asgjë. Por ne falë Ukrajinës dhe popullit ushtrisë së tyre dhe komandës së tyre, udhëheqjes së tyre ushtarake, Rusia po nxjerr në pa dobësitë e saj. Okej. Këtu kemi mendimin e regjisë, do shohim në një. Kjo është një hartë, zoti Çuko, që tregon pikërisht momentin ku është situata sot. Ka patur, le të themi, edhe siç e dëgjuat lajmi për intensifikim të përplasjeve. Pyetja ime është, çfarë synon konkretisht Rusia? Thjesht marrja e këtyre 4 rajoneve apo dhe pse BE-ja mendon që Rusia është rrezik? Pra, është në agjendën e Putin edhe një sulm ndaj vendeve të BE-s? Futja në shinat e luftës e gjithë industrisë, shoqëruar me një propagandë të edhshme, antiperëndimore, atë tashmë e dim, është një proces i gjatë dhe i pandalshëm. Nuk mundet dot që me një vendim të thjesht politik të kthehet mbrapsht ajo që ka nisur, pra ndërtimi i uzinave ushtarake, rritja kapacitetet të tyre, e gjithë pjesa tjetër e ekonomisë civile në mbështetje të kësaj industrie ushtarake. Është një proces i gjatë, i mundësimshëm, i vështirë, i cili po filloi, nuk mund të ketë vendim politik për ta ndaluar. Vetëm lufta e ndalon, thashme. Dhe janë shenjat Çuko, se kjo është deklaratë e fortë, pra, në kuadër një eksperti që e njeh situatën dhe e njeh luftën. Pra ju po thoni që e vetmja mënyrë që të ndalet Rusia është që BE-ja ta ndalë me luftë? Po, e vetmja mënyrë. Pra këto tentativat për negociata në Budapest apo në... Do të bëj 2 analogji. Analogjia e parë është janë shenja thujse të njëjta me para luftës parë botërore dhe para luftës dytë botërore. Periudha para luftrave u shoqërua nga riarmatim i edhshëm i fuqive të mëdha. E njëjta gjë po ndodhet tashti. Edhe pse tani janë të tjera armë, po të përdoren armët e sotme nuk janë njësoj me të dy luftrat. Jo, janë shumë të fuqishme. Po, janë shumë të fuqishme. Në luftën e dytë botërore ishin armët kimike. Me fuqi vrastare për njerëzimin, po ajsa ato. Këto janë më tepër shkatrimtare, po fuqi vrastare kishin dhe armët kimike. Pra, u shoqërua me një garë të edhshme armatimi dhe riarmatimi e para, e dyta u shoqërua me luftra lokale, me testime të luftra lokale në vijin e ndarjes së kampeve. Po ndodh apo jo? Ndodhi në Gjeorgji në 2008, ndodhi në Krime me Ukrainën, ndodhi me gjithë Ukrainën në 2022-shin. Pra, janë shenja thuajse të ngjashme. Dhe kjo rrokullisje, le themi, drejt riarmatimit masiv, ju thash, nuk ka fuqi
politike, nuk ka urdhër politik, nuk ka vendim politik, të ndalë përveç luftës. Analogjia tjetër është lufta e ftohtë. Po keni parasysh që lufta e ftohtë, e cila solli armatim, gara armatimi shumë fuqishëm, zgjati nga 1946 dhe 1991. Pra zgjati thujse 20 vjetë, thujse 15 vjetë. Dhe pra këto dy janë analogjit. Kjo luftë e ftohtë që zgjati thujse 15 vjetë, vërtet u riarmatos bota, por e pati riarmatimin në një periudhë prej 15 vjetësh. Dhe sa, sot i po flasim, jemi në efektin e luftrave, në krahun lindor të jemi ngjitur distancat në teknologjinë e sotme. Ajo raketa Tomahawk, ajo e ka 1500-2500 kilometrë, nga Tirana deri në Moskva është 2000 Cila është arma më e rrezikshme që ka Rusia përveç atyre? Raketat hipersonike balistike. Që shkojnë deri në? Sot janë sipas destinimit me rrezet shkurtër. E prekin territorin ton në rast të nisëshin? Prekin. Janë me destinime të ndryshme, me rrezet shkurtër, raket balistike me rrezet shkurtër, raket balistike me rrezet mesme dhe raket interkontinentale. Dhe Europa do ishte e rrezikuar vetëm nga këto raketa? Praktikisht Europa sot nuk ka mjete për t'i ndalur anti-raket balistike. Të gjitha sistemet që janë futur tashmë në armatim të shteteve të Evropës, përfshi dhe sistemin Patriot, janë sisteme për brezin e parë të raketave balistike, ato skudët e famshme të Irakut, që janë prodhuar në vitet 60. Dësa për brezin e tanishëm, brezin e tretë të raketave balistike hipersonike. Nuk ka asnjë lloj nguroje, po thoni. Praktikisht nuk ka. Dhe këtë na e tregoi lufta 12 ditore Izrael-Iran. Dhe një pyetje zoti Çuko, e përmendën Shqipërinë e cila duhet të riarmatoset dhe ajo, ndërkohë ne kemi një marrëveshje, nuk e di se sa është në këtë drejtim, marrëveshja e fundit që u firmos me Italin, ku një kompani e përbashkët shqiptaro-italiane me mbështetjen e kompanisë Leonardo, kam përshtypjen unë. Jo, ishte një kompani tjetër italiane, bashkë me Kajon shqiptare, do krijoni një kompani përbashkët e cila do prodhonte armë madje edhe për vende të treta. Si mund ta quajmë këtë zhvillim? Kam përshtypjen që do prodhonte anije luftarake. Përveç anijeve dhe armë. Edhe armë. Kjo është gjë shumë e mirë. Kjo është rilindje, le të themi, e ushtrisë shqiptare. I industrisë ushtarake shqiptare. Kjo është, përsa i përket aseteve strategjike që du të ketë një shtetë në mbështetje të sigurisë dhe të rritjes kapaciteteve të veta mbrojtëse, kjo është një aset shumë i rëndësishëm strategjik. Pra që të arrit të prodhosh armë, municione, dronë. Është unë si ushtarak, unë e kam nisur karrierën ushtarake në 1980. Uniformën e kam veshur në 1980. Dhe periudha pas 92-shit e degradimit të vazhdueshëm dhe të pandashëm si të industrisë ushtarake tonës, po dhe të ushtrisë në përgjithësi, unë bashkë me gjithë brezat ndjeni keq. Jemi ndjerë jashtëzakonisht keq. Iniciativa dhe vullneti që po tregon qeveria aktuale shqiptare për ringritjen e industrisë ushtarake, për rritjen e kapaciteteve mbrojtëse, për rritjen e numrit të ushtrisë tonë, është më mira për kohën në mendimin tim. Pra, është një kthesë e rëndësishme. Të dobtin, të voglin dhe të dobtin, nuk e respekton kush. Okej. Nëse si e i fort vetë, nuk do të mbrojë dot as Italia, po thua as Turqia. Pa dyshim. Në qoftë se nuk je i fort vetë, në qoftë se nuk arrin të krijosh deterencën, pra frenimin, me kushdo që mund të ndërmarrë aventura ushtarake, mos prit aleatët e tu, më të ngushtë, më besnik, të vinë të ndihmojnë.